A jetoni këto? Jo, në Belgjik. Që shkove? Dashuria. Pa kështë mujtë këto me u këthy përfundimisht? Jo, s'ko mendu. Burë është rrit, o shkollu atje. Si jemi disponer? Shumë mirë, faleminderit. Koha e mirë, se jo. Mirë ndeshë disponimin, a? Pa problem. A jetoni këto? Jo, në Belgjik. Sa ku jeni në Belgjik? 10 vite. Që shkove? A e gjithë të burën? Dashuria, se jo. Dashuria ka marrë atja? Exakt. Ku jeni njoftu? Jena njoftu, rrethe familjare, kështu. Tregona pak si është jeta në Belgjik. Shumë e mirë, më varet. Ku jeton, punë, si tona vendet tjera. A është e vështirë me jetu? Më varet çka punon edhe... A punoni ju? Çka? E kena një restorant tonin edhe e punojmë atje. Restoran midis Belgjika? Exakt. A vinë shumë shqiptarë atuj? Po shumë. Edhe shqiptarë edhe t'huj, është vend turistik, te Atomiumi. A keni pari në këti biznesi? Shumë. A fitoni shumë? Po mirë. Ma mirë me Që shponon kohën edhe shafi fiton. vetës, a? Pa kështë mujtë këto me u këthy përfundimisht, a ke mendu na jarë? Jo, s'ko mendu. Se këto është ditë që nuk fiton si në Belgjik. Jo, nuk kur se ke mendu në jarë. Asnjëherë. Jo, burë është rrit, o shkollu atje. Jo. Tregona drejt mas se u martuve, a të thane ka parë dhe që për letra. Se këto shqiptarë që të thojnë? Me të vërtetën jo, në Belgjik është një mentalitet tjetër i shqiptarëve. Edhe jo. Këto atë pëshën, e se për letra e ka marë. Jo, jena kanë edhe në lidhje, kështu jo. Cila gjëja më e vështirë s'ka ndodhur në jetë, që nuk e harron. Nuk kena pas diçka të vështirë, kështu që shpresoj mos të kem ndonjë vështirësi. E gjëja më e bukur s'ka ndodhur në jetë. Fëmija, 3 fëmija. Po. Sa është e lehtë më u shkollu atje? Është më varet, nuk është edhe e zarë. Shteti të ofron shumë për shkollë, është shumë të ofron shumë. Mirë po kohë të lirë, sa keni kohë të lirë me dalë, me familje, me dalë? Vikendeve po, kena shumë kohë të lirë, e shfrytëzoj me familje, me fëmijët. Po. Faleminderit shumë për komentin. Faleminderit juve. Pishman jam për shumë zona, shumë gjana vëllaj. Si për shembull, cila është gjoja më e madhe që je pishman shumë për to që e ki bu? Pse e kum shu Kosovën. Jeta në Stockholm ma e mirë, po stresi ma i madh. A je martum? Jo, Pse s'u martove? nuk e di, nështë se kum gjetë atë njerin e duhur. Ke kam nërmen mu martu, vetëm mu martu, a përdin, vetëm për mu martu. Të ka lëndu në herë dashnia, tregon. Shja, Më kallëzëm për çka je pishman në jetë? pasha zotën, s'po di, bre, qëre, jeta është interesante, s'mun është... Pishman jam për shumë zona, shumë gjana vëllaj. Si për shembull, cila është gjoja më e madhe që je pishman shumë për to që e ki bu? Nuk po di me cik, nuk po di, nështë pse e kum shu Kosovën. Pse e ki shu Kosovën? Pa, E pse në shove Kosovën? Si gjithë, si krejt. Si krejt, qa me bëmë? Jetë më të mirë. Një jetë më të mirë, ha. A je alo tu jashtë? Po, Alo her. A mujte me gjithë jetën më të mirë atje? Jeta në Stockholm ma e mirë, po stresi ma i madhë. Sa është jeta e mirë larg babës, larg nanës? Aja të plik shtanë. Larg familje sa shumë... Ka momente të këqia. Cili është momenti më i keq që ke përjetuar në herën gurbet? Ka shumë. Jo që Ka shumë, të bën nervoz kur e mendon. Ka shumë. Nuk po di vëllaj, nuk po di me cek. Nuk po di ndashtë ndërkohë bjen nërmen, veç s'po di me cek, se ka shumë momente trishta. Cilat janë momentet më të mira në gurbet që ke kalu? Ka momente të mira, ka. Ose cila është gjoja më e mirë që e ka gurbeti? Po pasunin. Shumë pasunu shpejt? Po munesh normal, munesh. Sa e pasuru ti a ke mund më pasuru? Jo. Tash pasuri, s'di çka quajnë pasuri, po... Pasuri e dim kur ki shumë pasuni. Pasuri për mua është mos më të mungu kur gja. Se ja, kështu shtëpia, sen njeri nuk njët kur. Sot trome tu atje? Ja, mati jam. Pej para lufton jam, pej 95 jam unë e jeshtë. Tregon cila gjën të mira që i ka gurbeti. Gurbeti... A e ka najtë mirë? Ka të mira, normal. Ka të mira. Se para menati mos t'ish dalë kur kush në gurbet në Kosovë që e kështu bëna. Gjysa Kosovës është jashtë. Janë ato të mirat materiale që hiç kur qysh s'ka bon pa dalë. Më ndërgan, cila është dhimbja më e madhe një që e ki pas në herë, ose që e ki përjetu në herë?
Unë dhimbje kum pas të përkohshme se kështu shqyr zotit ketë familjen i kam, ketë kur gjë së mungon. Që e më rëndësi. Kur gjë së mungon. Nuk kum pas një dhimbje kështu të madhe, kum pas dhimbje të momentit që Cila gjën kun ato? Për çka ka mujt me toll ato dhimbje? vallaj s'po di bre me cek. S'po m'bjen nërmend diçka kështu e veçantë. A je martum? Jo, Pse s'u martove? nuk e di, nashta se kum gjetë atë njerin e duhur. Qysh do të më kon, a ki e kësa dorë për martesës ajo? Jo, Apo na jo, prap? dorë nuk hek, mirë po edhe nuk e kam nërmend mu martu, vetëm mu martu, a përdin, vetëm për mu Ishte martu. Jo, unë se zonë si obligim si pike parë. Tregom, qysh do të më kon e femna ideale që të përshtatet ty? Nuk muna me përshkruaja, dhe me thonë thjesht më konë shok, Shok. me këpavër shok i jetës. A të ka lëndu në herë dashnia, tregom? Qëshja, Sa herë? qëshja. Sa është jeta e mirë larg babës, larg nanës? Aja të lekshtan. Larg familje sa shumë, ka momente të këqia. Cili është momenti më i keq që ke përjetuar në herë në gurbet? Ka shumë, Një që ka shumë, të bën nervoz kur e mendon. ka shumë, nuk po di vallaj, nuk po di me cek. Nuk po di ndashta ndërkohë m'bjen nërmen, veç s'po di me cek, se ka shumë momente të trishta. Cilat janë momentet më të mira në gurbet që ke kalu? Ka dhe momente të mira, ka. Ose cila është gjoja më e mirë që e ka gurbeti? Po pasunin. Shumë pasunu shpejt? Po munesh normal, munesh. Sa e pasuru ti a ke mund më pasuru? Jo. Tash pasuri, s'di çka quajnë pasuri, po Pasuri e dim kur ki shumë pasuni. pasuri për mua është mos më të mungu kur gja. Se ja, kështu shtëpia sen njeri nuk njët kur. Sot trome tu atje? Ja, mati jam. Pej para lufton jam, pej 95 jam unë e jeshtë. Po. Tregom cila gjën të mira që i ka gurbeti. Gyrbeti A e ka najt mirë. ka të mira, normal. Ka të mira. Se para menati mos t'ish dalë kur kush në Gyrbet në Kosovë që e kështu bona. Gjysa Kosovës është jashtë. Janë ato të mirat materiale që hiç kur qysh s'ka bon pa dalë. Do ndërgon A jetoni këto? Jo, në Belgjik. Që shkove? Dashuria. Pa kështë mujtë këto me u këthy përfundimisht. Jo, s'ko mendu. Burri është rrit, është shkollu atje. Si jemi disponer? Shumë mirë, faleminderit. Koha e mirë, se jo. Disponimin, a? Pa problem. A jetoni këto? Jo, në Belgjik. Sa ku jeni në Belgjik? 10 vite. Shkova, që shkove? A e gjithë të burrin? Dashuria, se jo. Dashuria ka marrë atja? Exakt. Ku jeni njoftu? Jena njoftu rrethe familjare, kështu. Tregona pak si është jeta në Belgjik. Shumë e mirë, më varet. Ku jeton, punë, si tona vendet tjera.